Si njësi e parë e kësaj teme është fjalë për gjasën. Çka është gjasa? Mësimin në libër faqe 265 dhe 266. Për shembull, mendoj, a do të bjerë shi? Sa ka gjasa të bjerë shi? Dhe a do të marrim? Të gjithë njerëzit mendojnë për gjasën. Për shembull, a do të marrim çadër ose jo kur dalim nga shtëpia, varet nga bindjet tona se sa është e mundshme të bjerë shi ose jo. Më thënë, tash. Për gjasën, kanë folur dy matematikësinë francez, Blaise Pascali dhe Pierre Fermat, që në vitin 1654, ata i kanë shqyrtuar ideët e Pascalit për gjasën. Ata kanë konceptuar teorinë e gjasës dhe konsiderohen si themeluesit e teorisë matematikore të gjasës. Të kthehemi përsëri te ajo se a do të bjerë shi apo jo. Parashëkimet e së ardhmes nuk tregojnë gjithmonë si të sakta. Prandaj, shpesh herë është mençuri të mendojmë rreth asaj se sa është e mundësia që të ndodhë diçka ose mos të ndodhë. Në shembullin e mësipërm, kur dalim nga shtëpia, duhet të mendojmë, ndoshta do të bjerë shi dhe a do të marrim çadër ose jo. Nuk mund ta dimë nëse do të bjerë shi, përveç se nëse jashtë bie shi. Mirëpo, mund të mbajmë çadër nëse mendojmë se me siguri do të bjerë shi. Kur mendojmë se sa është e mundshme diçka të ndodhë, përdorim fjalën që lidhen me gjasën. Si për shembull, e pamundshme, pak e mundshme, me mundësi të barabarta, do të thonë pak e mundshme, shumë e mundshme dhe e sigurt. Atë që e emërtojmë si diçka e quajmë ngjarje. Duhet të dimë të lidhim ngjarjet të caktuara me ndonjë fjalë të lidhura me gjasën. Është me rëndësi që fjalët e lidhura me gjasë ti në rënditim sipas radhës. E pamundshme, pak e mundshme, me mundësi të barabarta, do të thonë pak e mundshme, shumë e mundshme dhe e sigurt. Të marrim një shembull. Të përcaktojmë nëse rezultatet e mëposhtme janë të sigurta, shumë të mundshme, pak të mundshme ose të pamundshme. 30 voshnja e ardhshme të lindur në Tetov do të jenë vajza. Nënbo, pas të mërkurës është ditë e hënë. Nënco, nesër dielli do të lindë. Dhe nënço, muaji i ardhshëm ka 31 ditë. Të marrim të përgjigjemi në pyetjen e parë. Në A, 30 foshnjat e para e 30 foshnjat e ardhshme të lindura në Tetov do të jenë vajza. Pak e mundshme. Pse? E mundshme është 30 foshnjat e ardhshme të lindura në Tetov të jenë vajza. Mirë, por kjo është pak e mundshme, për arsye se në 30 foshnjat e ardhshme mund të ketë edhe gjarë. Rasti I dytë, pas të mërkurës është ditë e hënë. Është e pamundshme. Ju do të pyetni pse, për arsye se dim që pas ditës së mërkurës dita e njëjtë e jo ditë e hënë. Në pyetjen në C, nesër dielli do të lindë. Duhet të është e sigurt se dielli do të lindë, për arsye se dielli lind çdo ditë. Mirë po, për shkak të rreve ne nuk mund ta shohim. Dhe muaji I ardhshëm ka 31 ditë, është shumë e mundshme, pse? Ne dim se muajt e vitit, 7 muaj kanë nga 31 ditë, 4 muaj kanë nga 30 ditë dhe një muaj ka 28 ditë ose 29 ditë. Shpresoj se nga ky prezantim imi ju do të kuptoni çfarë është në të vërtetë gjasa dhe kur mund të jetë e
mundshme, e pa mundshme, shumë e mundshme, e sigurt. Për detyrë shtëpie, faqe 266 dhe 267, keni detyrat 1, 2 dhe 3. Ju falenderit për vëmendjen, dëgjohemi në prezantimet e ardhshme. Ju përshëndes, kaloni bukur, qëndroni në shtëpitë tuaja, ruani shëndetin tuaj.